Qeling. Edhe më ka qu i shoki i stokit që kemi punu bashkë në Gjermani, më tha, Selim, tha, kjo vllavi jam e ka mas 18 vite të që kjo grua me ato ilaqët e veta që ne i dhënë këtë. Edhe unë nevoj li edhe shkova direkt. Edhe aja më diqysh si me 100% tha. O to kemi dhënë 1500 euro me dhënë për një herë, edhe tani edhe 5000 me si të kryet. Se më thoi ke për 6 muaj ka më konë 100% e kryet me aja. Po, e panova ata. Asnjë doktor deri në këtë moment që keni shku, nuk kanë dhënë asnjë lloj shprese? Jo, ata asnjëherë nuk kanë thënë nuk ka. Në asnjë, as në Kosovë. Nuk kanë thënë që s'mund të ndodhë, veç që për momentin... Jo, për momentin, në Kosovë edhe s'mundshin me gjetë edhe problemin kua. Vetëm, në Kosovë vetëm një gjë më ka pengu, që të gjdo mjek që më konë, pa analizë, dhe që më thoi ke kur i marrë ke këshur këtë shantë për dorë për terapive, dhe ke shka janë mërë këto s'po s'kanë bëhë kur gjanë, vetë i prishke edhe mi ndrojke, dhe të ke përdori këtë tjera, edhe pa analizë. Qa jam ka prejkë ma shumë. A i kishe besu që në mesin e gjithë këtyre viteve, në ekspertizat të doktorëve të ndryshëm, mjekësia popullore do të ndihmoj? Edhe aty kam shku, edhe në Kosovë kam shku të mjekësia popullore. Kam shku të ndrenas të e plaka, së më kujtua të emni. Së rëndësi, po me që ma përmende atë rastin në Gjermani? Po, shkojsha edhe atje në ora 6, shkojsha gjithë i 3 i 4 aty. Edhe tani në Gjermani edhe të qaja mjekja popullore, po nuk o bon dhe aty, edhe tani mora vendim më këthy në Itali pra. Nuk në eta, o këthiva në Itali në 2019, në 8 orë 2019. Edhe prej aty kam fillu, sefte kam fillu të një doktor Filipo, aje ka marrë sefte me kontrolat, edhe analizën e parë që e ka bon, a ka thmija s'ka. Se për shumë në Itali, edhe ata kanë që me pas mi, normal, se ata shkujnë, ama nuk është, që shtuim në dëmës do me pas një thmi, si ku në shqiptarë që kemi. Edhe aje ka analiza parë që o bon, a ka, a s'ka. Edhe aje ma shkut lijen që mund me vërdu. Po mas herën e parë me ta, tani ka dështu. Nuk o bon, ka pas një problem në usja. Në zhvillim, në sigurim. Edhe tani mas neja u pensionu, edhe kemi fillu me tjetër, e ka një tjetër, Aleksandr Morelli. Që ata, aji në e përmunja dhe Aureli në djetë. Paske mbajt emre dhe s'kemi haru gjithë jetën, qysh ke emocionit, qysh u ndjeve kur e more lajmin për shtatzanit? Më ka përmu, u këthim për spitalit se 2 herë i ka bërë 2 vizita njerë, se edhe kur shkoj në të 2 vizita, ata thëshin po ata nuk se i shkon të i bon dhe testet me këtë farmacijës, me ato testet që janë, i ka morë, i ka bon dhe i ka dalë që unë shtatzan. Po nuk i ka bon, nuk ka të regu. Edhe tani, kur shkum në spital, herën e fundit që tha mjekësia, për me vërtetu mjekësia që është shtatzan. Edhe... Po më thonë që kjo është momenti, a? Po. Kër këmë pasar për spitalit, edhe ma boni kunata Adelina, tha, Enzli, ta ka prun, me mësusja Enzli, ta ka prun një dhuratë. Një dhuratë, okej. Edhe thash, nësja Enzli dhuratë, aja mësusja Enzli dhuratë që ka më pru muhe, edhe nuk më ka shku me në njerë heqë. Tani me masa nej, kër e pruni, kër e qela, Adelina ma dha lojmin e parë thaurime, për bon është babë, kunata është, e kjo një për Enzli. Dhe kjo duheli me qenë dhurata me bukur edhe e shumë pritur një jetën tënde. Që shumë ndjeve kur e more bebin krah? Akoma, për më duket e ke emocionin e njëjtë si të asaj dita. Këto është momenti kur ka lindë në akon ora 2:16 minuta, me 5 nëntor. Edhe sefte kër ma ka pru mjeki, ka dash më adhanë mu, edhe i këmë thonë, ju jepja nusës. Nusëja ka marrë sefte, të një ka marrë adhone, pa ka momentin ma i lumë të jetës. Qëka të ka ndryshu, Selim, ardhja njete, fëmijot? Gjithë dhe gjatë. Qësh ndihesh sot? Une, kur që më në gjesë në ora 6, me shku në punë, kur e shë në shtratët e, dhe bota është e jemi. Bota jemi.